Mirëmëngjes, urdhëroni, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri, ju dëgjoj me vëmendje, me kënaqësi, më thuaj. Ymer Elezi jam. O, po, zoti Ymer, ju përshëndes. Mirëmëngjesi. Unë do t'ju kërkoj ndjes që do të ndryshoj pak temën. Sepse dhe më keni shkruar temë ditë është ajo, e madje ne kemi biseduar e me ekspertë të tjerë, por faleminderit që na telefonuat se ekspert më të mirë se ju nuk ka për të na dhënë një mendim. Është kjo murtaja e baktive në mos gaboj, çfarë situate ka? Se ju jeni nga themeluesit edhe studiuesit e veterinarisë shqiptare. Gjithë shqetësimi im është lidhur me problemin aktual që është vendi ynë sot, lidhur me murtajen e ruminantëve të vegjël. E referuar gjendjes aktuale, jemi në një situatë e cila po merr për masa të shpejta të përhapjes në gjithë Shqipërinë. Bazuar në gjeografinë e zonave që janë përhapur, do të thotë që ajo po kap tërësisht territorin shqiptar. E filloi në Shkodër, doli ndipër, tani ka kaluar në zonat e jugut. Po, edhe në Skapar. Është një popra, zonat e jugut në Skapar. Tash është e paparashikueshme. Ku mund të shpërthej? Problemi i... Sa rrezikon njeriu, nuk di kontakti, se unë po vjem në sikletë se kam pak kohë, po kontakt drejt për drejt i njeriut me baktida, po sa... Nuk o zonoz. Pikrisht pse nuk o zonoz, pikrisht pse nuk o smundje zonotike që prek njerëzit, dyshoj sepse ka një, si thush, një zhvlerësim të virozës. Nëse do t'ishte... Pra nuk i prek njerëzit, nuk e marrin dot njerëzit me kontaktin me baktit të tjerë. Atëherë do flas telegrafisht për 5-6 probleme, shkurt fare, me nga i fjali. Së pari ka një ngurim edhe nga Komiteti Evropian për të përdorur vaksinën. Arsyet janë teknike. Ara në Rumani, ara në Bullgari, shkatroi tufa në Hungari, në Greqi tani aktualisht e ka përfshirë komplet kontinentin afrikan. Pra duhen vaksinuar. Tërësisht, edhe patjetër, po nuk përdore vaksinën, është e mbaruar si problem. Nëse nuk do t'ishte vaksina COVID-19 prezente për mjekësinë humane, do t'ishte 60% e popullsisë në mbledh. Tani, si zgjidhet kjo situatë, të lutem dhe të kërkoj ndjes, po e kam kaluar kohën, si zgjidhet kjo situatë? Okej, Ministria e Bujqësisë duhet ta marrë seriozisht dhe të marrë përgjegjësi të fut me njëherë përdorimin e vaksinës, edhe pavarësisht probleme teknike duhet i marrë përsipër. Nuk të parandalohet smundja duke bërë propagandë dhe duke dhënë kurajo parive. Nuk mundet të zgjidhet në këtë formë. Nuk ka rrugë tjetër veç se zbatimi i vaksinës. Virozat nuk zgjidhen me këshilla, as të dëshira. E drejtë. Dhe tek njerëzit nuk transmetohet, më thatë, se kjo është e rëndësishme. Pra njerëzit në një farë mënyrë të rinë të qetë ose... Po, nuk transmetohet. Kjo është e sigurt, është e provuar shkencërisht. E kuptoj. Mirë. Faleminderit shumë, zoti Ymer, përshëndes edhe unë, ndjes se shpejtova pak, madje kalova kohën, po do të ridëgjohemi, kam shtypjen.